Denisa Gjezo, e falenderojmë na ktheu në pjesën e fundit të emisionit me Bejk e Bardh, një këngë e famshme. Me këtë rast po i bëjmë edhe një përshëndetje nga ekrani Lefter Cipës, babait Sandrit, autori i kësaj këngë, e cila natyrisht është e njohur edhe duket edhe nga publiku këtu. Falenderojmë Denisën dhe kthehemi në pjesën e fundit të bisedës, e cila në fakt u ndez për çështje historike, por kur vjen muhabeti tek Imara, gjithmonë kështu ndodh. Don sa herë që majiset kjo historia e Imarës, sa herë gjithmonë do dali lajm në faqet parë gazetave, gjithmonë do merren televizionet, do fillojmë do bëjmë emisione edhe një herë nga e para. Më thatë profesori që kjo histori ndodhte edhe në vitet 30. Si thua, u shtyp vetëm në periudhën komuniste. Pse Imara i bën njerëzit kaq sensitiv? Tani ka disa arsye për mendimin tim dhe unë do përpiqem të përmbledh për mendimin tim gjithmonë. E para punës, çështja e Imarës ka dalë si problem i nxehtë në marrëdhëniet midis dy vendeve, Shqipërisë dhe Greqisë, pas shpalljes pavarësisë së Shqipërisë. Dhe pas faktit që Greqia me gjithë pretendimet që kishte, që ta vendoste kufirin në qafën e Llogaras, në qafën e Llogaras në kohën e luftës parë botërore, para luftës, edhe me protokollin e Korfuzit, dhe me që nuk e arriti këtë synim, atëre gjithmonë Greqia ka qenë një target i nacionalizmit, Imara ka qenë një target i nacionalizmit grek. Qofte edhe për një arsye tjetër se Imara si e pavarur, ose më mirë themi autonome, ose me venomet e saj të famshme, gjithmonë ka qenë interceptuar, konceptuar në Greqi edhe si një kështjell e rezistencës ortodoksisë dhe e helenizmit në kohën e otoman. Duhet ta kemi parasysh se po të vëshre edhe sot e kësaj dite dhe katolicizmit, po, e krishterimit. Në muret e parlamentit grek sot, unë e di, ke të shkruara të gjitha betejat e mëdha që thon ata të helenizmit. Në mes tyre është dhe Imara. Pra, në konceptin grek, Imara është pjesë e helenizmit. Përjedhoj, gjithmonë është synuar që kjo pjesë, ky territor, të jetë pjesë e shtetit grek. Dhe këtë e dim të gjitha, apo jo. Dhe po të vëshre deri në vitin 1912, duke qenë se Imara dhe Epiri, për cilin po bëjmë kaq debat sot tu, ka qenë pjesa e fundit që u lirua nga pushtimi Osman. Apo jo? Janina, Epiri, Imara, Shqipëria. Dhe atëre filluan pretendimet që kuj do t'i takoj Imara, kuj do t'i takoj Janina me rrethet, edhe Shqipëria Jugut në përgjithësi. Dhe pikërisht atëre filluan pretendimet. Atëre filluan edhe kërkesat imariote që të ruanin venomet edhe ndaj qeverisë së re shqiptare, ndaj qeverisë së Ismail Qemalit, por edhe më vonë, gjithmonë është kërkuar që Imara të ruaj venomet e perandorisë osmane. Dhe kjo është që ju referua Pullumbi dhe periudhës së mbretit Zog. Pra, në momentet që ka hyrë politika dhe pretendimet, në Imar atëre është trazuar Imara. Dhe sa herë ndryn politika, ha qërë trazohet Imara. Kjo po ndodhe dhe tani. Kjo po ndodhe sot. Dhe një gjithes, kam mëruar. Ka edhe një spjegim psikosocial për mendimin tim. Me që unë vi nga ajo zonë dhe i njoh njerëzit mirë. Njoh dhe traditën, njoh dhe historinë. Imariotët janë shumë krenar. Imariotët janë njerëz që e dashurojnë pavarësinë. Nuk e ulin kokën kollaj. Është vetia atyre psikohistorike. Dhe si të tillë, ata që nga momenti që i cënon dikush, ose që nga momenti që kërkon dikush t'i vërë në zgjedh, në influencë, ata me njerë revoltojnë. Janë kryengritësa. Edhe në kohën, bile, në vitin 1945, në zgjedhjet e 2 dhjetorit, vitit 1945, ata kanë votuar kundër, dhe përse votuan kundër, është bërë një reprezalje masive deri në pushkatim pse votuan kundër.
Pra, duhet të kombinojmë këto dy aspekte, politikën edhe traditën historike, pse Imara vazhdon gjithmonë të jetë. Atëherë ju falenderoj, dëgjova me vëmendje historianët, nuk në rryra. Besoj që dolën gjithë vlerat e Imariotëve, si qytetar, dolën vlerat e Imariotëve trima, pra të punës, të pushkës e të dyfekut, edhe të penës, si që thonë dhe këngët, por ne kemi një problem shumë të madhë në Imar. Ne kemi një problem shumë të madhë i cili filloj mbazëryrës politikës, që thotë profesori, dhe duhet pak të qëndrojmë këtu sepse dhe koha po mbaron dhe nuk do arrim qëllimit. Dëgjuesit dhe shikuesit duhet marrin vesh pikërisht çfarë duhet të transmetojmë. Pse flitet gjuha në Imar, që janë Imariotët, dhe pastaj fillon dhe aludimi që është Imara. Unë mendoj që kemi një problem shumë të madh mbas ndërhyrjes politikës, qoftë qendrore ashtu edhe vendore. Mbas vitit 1990, në një kohë që Imariotët, siç i tham edhe në emision, dhe dolën që ishin qytetarë të cilët kërkojnë të kalojnë pa kufi në gjithë botën, siç e ka thënë edhe filozofi gjerman i viteve 1880, Kant, që do vi një kohë që njerëzit do lëvizin pa kufi në gjithë botën. Këta janë Imariotët, të cilët e treguat dhe në emision. Atëre, pyetja ime është kjo. Vjen një moment që ndërrojmë politika dhe Imariotët janë pak në tokë. Imariotët nuk kanë tokë. Kanë tokën e trashëguar dhe nuk kanë tapit të tokës trashëguar. Kush e ka bërë këtë? Pikërisht politika. Mbas vitit 1990, deri tani kanë kalu 20 vjet, Imara është, po ta shikoni, perla që tham, është vendi më i pravambetur. Pa një ndërtim, pa infrastrukturë, me përjashtim të infrastrukturës rrugore që u bë para një viti, dhe atë e dim shumë mirë, unë kam thënë në parlament se u bë, dhe nuk është nevojë se s'kemi dhe kohë ta themi në këtë emision, por Imariotët kanë një breng shumë të madh. Ata pikërisht duan të lidhen dhe din shumë mirë të lidhin dheun me atë dheun. Ata nuk kanë dhe. Pikërisht në këtë moment duhet të qëndrojmë dhe t'i kërkojmë ndihmë opinionit se Imariotët din shumë mirë çfarë janë. Imariotët, po a them publikisht, janë pa tokë. Që do të thotë nuk kanë këmbët në tokë. Kjo është arsyeja që Imariotët sot me 300 euro ndoshta mund të deklarohet grek me një pension. Por ama po ta provoj pushteti qendror shqiptar të jap 305 euro, jam i bindur që padyshim do thotë që unë jam ky që jam. Të lutem. Kujt ja vë fajin? Pikërisht unë ja vë fajin dy personave të cilët njëri përfaqëson një parti të një pakicë kombëtare që ndryn në Imar dhe një tjetër një person që ka pushtetin vendor në Imar, i cili e mori vesh të dy bashkë persona, ku është Imara dhe ku gjeten Imara dhe që janë Imariotët mbas vitit 1990. Pikërisht ata dy persona i bën Imariotët ajo që thashëm përpara dhe i ripërsëris, ta dëgjojnë gjithë Imariotët dhe gjithë shqiptarët, që nuk kanë këmbë në tokë. Nuk i kanë këmbët në tokë. Dhe pikërisht tu duhet të qëndrojmë për t'i dhënë një zgjidhje kësaj dhe ju falenderoj. Dhe një interpretim kësaj që po thotë, edhe për mua më duket shumë e drejtë dhe shumë e saktë. Dhe ndoshta kjo e zauron ose te kalon pak profesor Paskalin dhe shumë e saktë dhe shumë e drejtë. Si mendon? Problemi për mua që thotë zoti Neranci qëndron tek pikërisht e fakti po diskutojnë se si politizohet ai që është një realitet i kulluar, i pastër dhe me vlerë, që përbën një diamant. Dhe çfarë po ndodh? Atje po mirret përfaqësuesi i atyre që quajnë veten grek të Himarës ose të minoritetit grek në Himar dhe u jepet një pushtet, ndizet konflikti etnik në Himar dhe në këtë konflikt etnik krijohet mundësia për të vjedhur pasuritë e Imariotëve. Ky është problem fare i thjesht, ky problem ka ndodhur gjithandej dhe shikojmë se si po njerëz të cilët për mua nuk kanë kontribuar as për identitetin grek në Himar, po bën vegla, domethënë nuk mund të preken se ata kanë mburojën
Nuk mund të preket ta zëm Bollanos, ai ka menjëherë fiton mbrojtjen e Greqisë dhe kjo është një alibi e gabuar, por një alibi e gabuar që nuk ishte bërë treguar me shembuj dhe me vepra. Kjo abuzohet. Ky abuzohet, ky është një gjë që e kemi shpikur ne. Ky është një abuzim, jo, ky është një abuzim, ne e kemi shpikur. Tirana e ka shpikur atë që ka gjetur siç ka gjetur njëherë një kohë të pesë ose sa të tjerë për të krijuar konflikte dhe për të krijuar problemet e cilat nëse kur bën zgjedhjen e marr vin autobusat nga Greqia, nëse nuk e di kur tani, nëse kur ndodh një incident atje, atëherë ngrihet Athina zyrtare dhe thot kujdes, marrëdhëniet mund të prishen edhe për shkak të kësaj. Ja do të tregojnë që ka një gjë më shumë se sa një kryetar bashkie që di mini bashki Tiranës ndoshta ka më shumë njerëz në qeverisë se ai atje. Mos krijojmë shtrëmbërime. Shiko, ndodhi vrasja në Neymar me cilën ju jeni nisë emision. Jo vetëm atë, ka dhe tjera histori. Një minutë, dakord jam pra, nuk e them për jashtë, po marr këtë. Na marrim një shembull për të krijuar një kasus. Atëre, përse ta zëm në rastin më ekstrem, unë do të tregoj më katolik se papa, ta zëm sa ajo instrumentalizua dhe u vra për shkak se përdori gjuhën greke. Askush nuk e kundërshtoi faktikisht, edhe vetë policia dhe prokuroria atje përfundoi, që u vra për shkak të përdorimit të gjuhës greke. Jo, kjo gjë nuk ka asnjë komunikat zyrtare, as nga policia, as nga prokuroria thashë në gjykat përdori pikërisht këtë. E ke gabim. Shikoj, në këtë pikë duhet tregojmë shumë korrekt, sepse e para njëri unë thashë edhe gjë. Nuk është çështja, ne nuk po bëjmë debat se është thënë apo s'është thënë. Ne duhet jemi serioz sepse praktikisht i drejtojmë cilësisë sime si gazetar profesionist. Unë i referohem faktit. Dhe fakti lidhet me një artikulim zyrtar apo me një interpretim zyrtar, qoftë edhe i dokumentuar. Deri më sot ju e dini shumë mirë dhe kam përshtypje që edhe audienca jonë e di, që nuk është një proces i mbyllur. Më falë. Dakor, nuk e thash atë gjë. Mos të lëta. Lutem shumë pak kohë me këshillë. Doja ta kapërceja rastin Guma për të dalë te një përgjithësim i madh vetë Albani. Të mbaroj. Mund një gjë dhe kam një detyrim ndaj disa njerëzve, sepse në rastin Guma të mbaroj se dua ta them. Se kam një detyrim që do më akuzojnë pse nuk e the. Në rastin Guma, unë kam qenë prezent shumë afër ngjarjes dhe për fatin tim të keq, për koincidencë njoftë dy palët, qoftë ata që shkaktuan atë vdekje, qoftë njerëzit e viktimës që ishte në atë rast. Dhe më kam folur me të dy palët dhe i njoh shumë mirë të dy palët. Dhe di dhe nga njerëzit e viktimës, të cilët të më falin nëse e përdor tu publikisht, se ndoshta i vën pozit para i Mariotëve të tjerë, se do bëjnë lidhje se si më njohin, që u përdor nga Bollano politikisht për faktin e gjuhës greke. Dhe di me detaje atë ngjarje dhe s'ka pasur asnjë gjë për greqisht. Se në grupull flasin greqisht nga gjithë deklaratat politike ka qenë paraprirëse të komunikatave zyrtare të policisë lokale e përdori. Qëndrojmë tek politika pro-greke për të shpjeguar siç i interesonte duke futur ndarësi etnike. Po s'kishte asnjë gjë etnike. Ishte një aksident banal, një krim i shëmtuar dhe ajo që ndodhi. I shëmtuar dhe i dënueshëm, por jo për motive etnike dhe motive gjuhë. Këtë s'ta pranoj sepse kam qenë aty. Dgjoj, nuk e zgjidhim dot dhe nuk e zbardhim dot ngjarjen. Tu kemi bëjmë elementin e indoktrinimit etnik. Bollano kapin çik këtë detaj. Bollano doli dhe bëri deklaratë më njëherë pasi doli Berisha. Jo, e ke gabim, nuk di ta them. E ke gabim sepse ka bërë. Jo, di që Bollano foli para se të merrte vesh për media dhe si ndodhi ngjarja e vërtet në Imar. Para praktikisht të di me siguri. Instrumentalizimi dhe instrumentalizimi, domethënë, kjo çështje ka krijuar atë psikozën që atje dëmtohet helenizmi dhe Greqia sulet drejt asaj, drejt mbrojtjes së helenizmit dhe shumë mirë bën kur e mbron me ashtu, por ama jo pas asaj të fshihen pikërisht makinacione të kësaj natyre të cilat po bën. Tani unë them atë gjë që është një fakt që për mua pakica greke atje vjen në një pozicion shumë të keq për arsye se gjithë media quajtur greke sepse nuk është legalizuar e aq më tepër e legjitimuar zyrtarisht. Pakica greke, nuk e përdor me termin sepse meqense jam jo, më fal, të lutem, se ne duhet jemi korrekt me fjalën. Në terminologji jam shumë korrekt. Thash pakica në kuptimin e të qenit atje minoritet, në komunitet greqisht. Pakica e atij komuniteti, dakor. Pakica etnike greke, po jo në kuptimin e asaj që thoni zona minoritare, ajo është e drejtë e tyre le ta vendosin si do duan. Sot e drejtat e minoritetit përcaktohen nga